Nuk kemi lek të rrisim pensionet. Pra aje pranon që pensionet janë të vogla, të pamjaftueshme, edhe që duhen rritur, por thotë s'kemi lek. Ky është justifikimi i tij, është një justifikim antinjerëzor. Tani pse? Çfarë përdor tjetër ai? Ai përdor justifikime që janë kundër vetes tij. Edhe organizma ndërkombëtare që e mbështesin. Ai thotë, vendi është populluar. Nuk ka kontributor për të paguar sigurimet shoqërore që të shkojnë për pensionet. Nuk paguhen pagat reale. Shihen pagat reale. Ka gati 50% e bizneseve janë informale. Pra, për mira punonjës në të zezë, nuk paguhen as kontribute për sigurime shoqërore dhe shëndetësore e tjerë. Pa folur për taksat ndaj shtetit e tjerë. Pra këto janë humbje kolossale. Të gjitha këto që thota justifikime janë bumerang, bie mbi qeverinë e tij dhe mbi atë vetë. Po kjo qeveri dhe ai personalisht, ai nuk ka moralin, nuk ka turbin të pranoj turi kokën para pensionistëve. Se këto që thot, këto janë idiotësira, këto janë një ku di unë, nuk e di edhe të huajt perëndimi, si i dëgjon këta dhe i pranon. Mbase kanë bërë një plan të përbashkët ndaj popullit shqiptar dhe duke filluar me pensionistët. Se kjo s'ka logjik, edhe fëmia e kupton që të lësh babain, nenën, gjyshin dhe gjyshen pa bukë se ti thua që kaq pension ke, jo është kriminale. Fëmia e heq nga goja vetë dhe ja jep prindit, ja jep gjyshit. Kurse këta marrin 6.000 euro në muaj, plus të tjera. Se ky mund të thotë shumë gjëra. Nuk ka lek qeveria. Si s'ka lek qeveria? Po ky Keleşeja vjet tha që 240 milion euro janë deficit. Nuk janë paguar, janë borxhe ndaj Institutit të Sigurimeve Shoqërore. Shumica nga 668 ente publike shtetërore. Po këto pse nuk i shkon ky? Nuk janë faji Tito? Po ky kryeministër paguan këshilltar e vet deri me 10.000 euro në muaj. Bile njeri prej tyre, një huaj, një i quajtur Stellën, paguhet me 10.000 euro në muaj dhe në vit 120.000 euro në vit. Tani ky vesë të kuqe bën ky këshilltar, për çfarë e këshillon ky Ramën? Për çfarë e këshillon? Patjetër për së prapti, për gjëra të këqija. Tjetër. Ndoshta është i atij niveli që paguhet në atë shumë. Po atëre, nëse ky që nga i atij niveli, ku është kontributi i atij nivelit të tij? Çfarë kemi përfituar ne si popull shqiptar? Apo ne konkretisht ne pensionistët? Çfarë kemi përfituar? Na e thot konkretisht. Ja, për shembull, shqiptarët paguajnë 80.000 euro në ditë për inceneratorin që nuk ekziston. Edhe ky është një lloj kontributi. Po këto janë denoncime që ju po bëj, që Keleşeja hesht, Spaku hesht, edhe merret me cakalamaj. Me cakalamaj. Ai që hedh firmën si kryeministër, ai ka fajin edhe për ministrat. Nëse futet një ministër në burg, të paktën minimale kryeministri duhet të shkarkon nga dyra. Edhe do të jetë në ndërtim. Belinda u morë pandero ama. Duhet ishte marrë që në fillim Belinda. Po pse tashti? Tjetër, ky kryeministër paguan padrejtisht. Nuk e di se në çfarë ligje e bazon ky, po unë them është jashtë logjike që të lësh ti mira ish pensionist, ish kooperativist, të lësh me 50, 60.000, 70.000 lekë, 80.000 lekë pension, do lekë të vjetra, pension në muaj, dhe ti paguash në vit trajnerit kombëtare Sylvinjës 1 milion euro në vit nga leku i gjaput të popullit, pensionistëve, më duket se është një krim. Është një krim. Ku i gjeti këto para ky që ja jep ti trajneri? Ku këti trajneri duhet ta paguaj Federata Shqiptare e Futbollit? Ç'mund ka ky të paguaj trajnerin e futbollit? Tjetër, po ky kryeministër me aventurizmin e tij. Ky ka vënë në dispozicion për ndërtimin e pistës së Formula 1 në Elbasan 230 milion euro. Si u dashka investuar me kaq milion euro në një pistë për punë qefi,
punë reklame, punë propagande, punë të liri madhështie, dhe ka lënë vendin, jo vetëm pensionet, po ka lënë dhe mira fëmijë pa qerë dhe kopshe dhe shkolla. Atëre, u shishton këto? Pse hesh banka botërore? FMN-ja, Bashkimi Evropian që thotë, Rama pas ka punuar shkëlqyshëm. Po populli, pse se nuk e dëgjon? Kjo Bashkimi Evropian, pse nuk e dëgjon popullin? Po fulmi, po pse ndodhin këto gjëra? Pse heshti, pse nuk na pranoi të na bisedojnë, edhe vazhdon të mos bisedojnë me ne pensionistët këtu. Se fajin këtu e ka dhe media. Media masimet marrin. Juve u mori votat ai aq donte. Po pra po puna është që po media që s'na mori votat, pse masimet marrin për pensionet fton vetëm ekspertët e ekonomistë, flet gazetarët, ekonomistë e tjerë apo politikan dhe nuk na fton ne pensionistëve? Nga ato që do të them, mund të arrestoj, mund të ashti, asnjë nga këta gazetar, ekspert, politikan nuk i shtronë në media. Mbase janë pjesë e skenarit kundër pensionistëve. Dhe unë jo vetë dëgjoj, po jam i bindur dhe kam thënë këtë kudo sa herë që kam folur. Dhe asnjë s'ka dëgjuar. Edhe kjo është me rrezikshmja. Bile, unë mendoj se pensionistët nuk duhet përdoren nga politika si ata zagarët e gjallët që lehen për të prur gjallën për interesat e tyre. Po duhet shtrojnë problemet themelore që shqetësojnë pensionet. Zoti Dyshniku, çfarë do bëni tani e tutja? Do ketë protesta masive kundër kryeministrit Edi Rama sa i përket mënyrës se si trajton ai pensionistët? Unë nuk jam për vazhdimin e protestave. Protestat janë bërë aq shumë, por atyre u ka munguar thelbi. Thelbi u ka munguar. Ato çfarë kemi thënë ne në protesta, forcat politike nuk na kanë dëgjuar, nuk kanë dashur të na dëgjojnë. I kanë ignoruar argumentet tona, faktet tona, dhe kanë ngjerur te minimumi etik, te indeksimi, te bonusit, te pensioni mesatar, lojra fjalësh. Po mirë, si do ta zgjidhni atëherë? Urdhë? Si do ta zgjidhni atëherë këtë çështje? Po, nëse ka forca politike, apo avokati i popullit, apo kushdo tjetër që i dhimbse popullit shqiptar, aq tepër pensionistët, unë mendoj se janë shumë probleme që duhen shtruar dhe do denoncuar qeveria. Sepse ajo skema që thuhet ka dështuar totalisht, ajo ka arsyet pse ka dështuar. Janë faktet domethënëse që pse ka dështuar dhe kush është faji dhe si duhet vepruar. Qeveria thot, një arsye. Ju pensionistët kaq keni kontribuar, kaq pension u takon. Ky është justifikimi më përbuzës, më injorues, më mos mirënjohës dhe më kriminal që i drejtohet pensionistëve. Dhe unë e hedh poshtë me neveri këtë justifikim të kësaj qeverie dhe të gjithë atyre ekspertëve dhe gazetarëve që flasin në media mbrojtëse që nuk e dhimbse popullit shqiptar, po i shërbejnë në nështrimin të popullit. Konkretisht, flitet për pensionistët nuk pas ka dhënë kontribut. Por kontributi i pensionistëve është aq i madh sa në asnjë vend të botës pensionistët nuk kanë dhënë një kontribut siç ka dhënë pensionistët tanë.